Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! I ndjeni këmbët e nxehta dhe ju kruhen, ky është problemi shëndetësor që po ju kanoset. Sindroma e këmbëve të lodhura është një çrregullim i karakterizuar nga një nevojë fortë dhe e pakontrollueshme për të lëvizur këmbët. Njerëzit me sindromën e këmbëve të lodhura e përjetojnë këtë nevojë së bashku me ndjesitë e çuditshme dhe të pakëndshme në këmbët e tyre, si për shembull, shpesh i përshkruajnë si ngjetje, zvarritje, këputje, kruajtje, ndjesi shpimi, djegje, dhimbje ose si edhe shkarkime elektrike. Sindroma e këmbëve të lodhura mundet që të fillojë në çdo moshë, madje edhe në fëmijëri, por është më e zakonshme tek njerëzit e moshës së mesme ose më të vjetër. Nga ana tjetër, duhet të keni parasysh se gratë kanë më shumë gjasa se meshkujt që të përjetojnë këtë gjendje. Është të vlerësuar se 5 deri në 15% e njerëzve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë sindromën e këmbëve të lodhura. Cilat janë simptomat e sindromës së këmbëve të lodhura? Emërtimi i gjendjes flet vetë. Shenjat dhe simptomat e këmbëve të lodhura zakonisht janë këto: një nevojë e papërmbajtshme për të lëvizur këmbët, siklet i këmbëve i cili lehtësohet përkohësisht nga lëvizja. Simptomat zakonisht fillojnë kur nuk lëvizni, si edhe kur shtriheni dhe pushoni, ose uleni në një periudhë të gjatë kohore në një makinë, aeroplan ose kinema. Simptomat nga ana tjetër fillojnë ose përkeqësohen në mbrëmje ose gjatë natës dhe madje mund t'ju prishin gjumin. Përdorimi i alkoolit dhe i duhanit mundet që të shkaktojë ose të përkeqësojë simptomat. Simptomat e lehta dhe të moderuara zakonisht kërkojnë trajtim me medikamente. Kush ka më shumë gjasa që të përjetojë sindromën e këmbëve të lodhura? Disa grupe njerëzish munden që të kenë më shumë gjasa që të zhvillojnë këtë çrregullim. Ato përfshin njerëzit me një histori familjare të kësaj sëmundje, ose njerëz me prejardhje nga Europa Veriore, gratë në tremujorin e tretë të shtatzanisë, njerëzit që përdorin ilaçe të caktuara, njerëz me kushte të caktuara mjekësore duke përfshirë neuropati periferike, mos funksionim i veshkave, sëmundja e Parkinsonit, diabeti dhe mungesën e hekurit. Si mund të lehtësoni sindromat e këmbëve të lodhura? Simptomat e lehta dhe të moderuara të këmbëve të lodhura shpesh mund të trajtohen në shtëpi dhe përfshin banjët e ngrohta, të cilat mund të ndihmojnë në relaksimin e muskujve. Aplikimi i yastukëve të ngrohta ose paketimeve të akullit në këmbët tuaja munden gjithashtu që të lehtësojnë ndjesitë e pakëndshme. Kushtet e duhura të gjumit duke fjetur në një dhomë të errët dhe të qetë, duke shkuar në shtratë dhe gjithashtu duke u zgjuar në të njëjtat orare në ditë, duke kufizuar kështu edhe kohën para ekranit, para se të shkoni në shtratë e të tjerë. Gjithashtu mund të jetë e dobishme, pasi sindroma e këmbëve të lodhura shpesh shkakton probleme me gjumin. Teknikat e relaksimit të tilla si për shembull yoga dhe meditimi munden që të ndihmojnë në lehtësimin e stresit të shkaktuar nga sindroma e këmbëve të lodhura, si edhe lehtësimin e simptomave deri në një farmase. Ushtrimi i rregullt është gjithashtu mjaft i dobishëm, por stërvitja intensive nuk rekomandohet sepse mundet që të përkeqësojë simptomat tuaja. Shmangja ose kufizimi i përdorimit të duhanit, alkoolit dhe kafeinës mundet që të ndihmojnë në zvogëlimin e ashpërsisë së frekuencës së simptomave. Mjekët mund t'ju përshkruajnë medikamente për trajtimin e simptomave të rënda. Ato përfshin
ilaçet për rritjen e nivelit të dopaminës në tru dhe gjithashtu ilaçe qetësuese. Pyesni mjekun tuaj për ndonjë efekt ansor potencial të këtyre medikamenteve në qoftë se ai ju rekomandon. Çfarë tregojnë këmbët për shëndetin? Shumica prej nesh i shohin këmbët vetëm kur duhet të bëjnë manikyr ose kur blejnë këpucë të reja, por këmbët nuk duhen injoruar pasi ato janë shumë të rëndësishme për shëndetin tuaj të përgjithshëm. Ja disa gjëra që këmbët tregojnë për ju dhe për të cilat duhet që të tregoni shumë kujdes. Këmbë të fryra. Ndërsa këmbët e fryra mund të tregojnë se keni qëndruar për një kohë shumë të gjatë në këmbë, shumë gjatë ulur ose këpucët i keni të ngushta, ato gjithashtu janë shenjë e një problemi mjaft serioz. Duke qenë se këmbët janë njëkohësisht shumë larg zemrës, shpesh ato janë pjesa e parë që tregojnë se ju mundet që të keni probleme me qarkullimin e gjakut. Këmbët e fryra munden që të tregojnë një lëvizje të madhe të lëngjeve në trup si pasojë e problemeve me zemrën ose me veshkat dhe mëlçin. Këmbët ose gishtërinjtë e ftohtë. Gjithashtu, përveç faktit që jashtë është ftohtë, këmbët dhe gishtërinjtë e ftohtë, sidomos në qoftë se vazhdojnë për një kohë të gjatë, tregojnë edhe se vuani nga një qarkullim i dobët i gjakut, një tiroide jo shumë aktive, simptomat e Raynaudit apo dëmtim i nervave periferik. Është mirë që ju të konsultoni me mjekun tuaj. Këmbë me erë të keqe. Nëse mendoni se sqetullat janë ato të cilat kanë më shumë gjëndra djerse, në fakt këmbët ja kalojnë pjesëve të tjera të trupit. Një djersitje e madhe mundet që të rezultojë në erë të keqe të këmbëve. Djersitja e madhe mund të jetë një shenjë e hiperhidrozës, e cila nuk është e rrezikshme, por mund të jetë e sikletshme, kështu që tregohuni më të kujdesshëm për larjen e tyre. Përdorni ujë dhe sapun dhe lëreni ato që të thahen, si edhe blini çorape të cilat e thithin djersën. Ndërsa në verë mos mbani asnjëherë këpucë të mbyllura. Përdorni pudër bebësh për t'i mbajtur këmbët tuaja sa më të thata, por era e keqe e këmbëve mund të jetë shenjë e një infeksioni myku, kështu që kontrolloni te dermatologu juaj për më shumë informacion. Thonjë pa ngjyrë ose të shformuar. Janë shumë të pakta femrat me thonjë të bukur, pavarësisht se sa pedikyr realizojnë, por ndërsa thonjt nuk janë uniform, ata duhet që të jenë roz dhe rritja e tyre duhet të jetë në të kundërt të gishtit dhe jo të kthyer poshtë. Një gjë e tillë mundet që të jetë edhe shenja anemisë ose mungesës së hekurit. Gjithashtu, thonjtë e rritur keq dhe pa ngjyrë munden që të jenë shenjë e një infeksioni mykotik, ndërsa thonjtë e rritur në brendësi, edhe pse shpesh të padëmshëm, shkaktojnë dhimbje dhe mund të kenë nevojë për ndërhyrje kirurgjikale. Në qoftë se edhe ju keni këto probleme, konsultoni me mjekun. Këmbë që mpihen apo shpojnë. Mpirja apo shpimi i këmbëve dhe i gishtave që përkeqësohen gjatë natës mundet që të jetë shenjë e mungesës së vitaminave. Mpirja dhe shpimi i këmbëve mundet që të jetë shenjë e mungesës së vitaminës B12 ose e acidit folik ose shenjë e nivelit të sheqerit të lartë në gjak apo diabetit, kështu që është më mirë për ju që të testoheni. Këto shenja gjithashtu mund të tregojnë mungesë të hekurit në trup. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato.
Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohet edhe shokët tuaj. Faleminderit.